Mes 1% të përzgjedhurve, një emër nga Kosova në listën e litarë të Akademisë së FBI-s. Majore Luljeta Mehmeti, Çuigle ka diplomuar me sukses nga Akademia Kombëtare e FBI-s si pjesë e sezionit 296 në ceremoninë e mbajtur në Akademinë e FBI-s në Quantico, Virginia. Ajo është pjesë e një grupi të përzgjedhur të zyrtarëve të lartë të zbatimit të ligjit që përfundojnë këtë program prestigjioz dhe ndër të paktët në historinë e policisë së Kosovës që kanë diplomuar nga Akademia Kombëtare e FBI-s. Në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar më pak se 1% e zyrtarëve të zbatimit të ligjit kanë mundësinë të ndjekin këtë trajnim elitar ekzekutiv. Akademia Kombëtare e FBI-s ofron një program intenziv 11 javor me fokus në leadership, komunikim, shkenca të sjelljes, përgatitje fizike dhe praktika bashkëore të policimit. Aty ishin 254 zyrtarë që përfaqësonin 47 shtete të SBA, si dhe zyrtarë nga 24 shtete të botës, 4 organizata ushtarake dhe 2 agjenci federale civile. Diplomimi i majores Mehmeti Çuigle pasqyron profesionalizmin, leadershipin dhe përkushtimin e saj ndaj shërbimit në policinë e Kosovës.